Policia e ka quajtur sulm terrorist incidentin për të cilin njoftoi të ketë ndodhur në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare në fshatin Gushinc të komunës së Likovës, pavarësisht se nuk ka pasur as krisme as të lënduar. Sipas versionit të policisë, një grup prej rreth 40 personash me uniformë të UÇK-s dhe armatim të rënd kanë hyrë nga Kosova dhe kanë marrë në kontroll pikën kufitare, duke mbajtur penke dhe 4 policët kujdestar. Maqedonia përkatësisht institucionet shtetërore mëngjesin e sotëm ishin shënjestër e një sulmi terrorist. Rreth orës 2:30 minuta pas mesnate, një grup i madh prej rreth 40 personash sulmuan kullën kufitare të Gushincës në afërsi të kufirit verior. Personat kanë qenë të armatosur mirë dhe kanë pasur uniforma dhe maska me shenjat të UÇK-s, si dhe kanë folur shqip mes tyre. Gjatë sulmit janë mbajtur peng 4 në punës policor, të cilët në atë moment kanë qenë kujdestar në pikën e kontrollit, deklaroi Ivo Kotevski, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Zëdhënësi i policisë tha se sulmuesit kanë regjistruar me një videokamerë të gjitha kërcënimet që ju kanë drejtuar 4 policëve të kapur në vend. Sulmuesit i kanë qarmatosur dhe 3 prej tyre i kanë lidhur me pranga dhe kanë filluar të godasin njërin prej nënpunësve policor. Ata kanë nxjerrë edhe kamerën dhe kanë filmuar ngjarjen. Personi i cili e ka drejtuar grupin e gjuhën shqipe, përmes një përkthyesi i cili e ka folur ke gjuhën maqedonase me serbizma, u është drejtuar policëve të lidhur me fjalët në vijim: "Ne jemi nga UÇK-ja, për cilë janë të gjithve se as Ahmeti dhe as Gruevski nuk mund t'ju shpëtojnë. Ne duam shtetin ton dhe nuk duam as një marrëveshje ohri. Prej tani askush nuk guxon të vi lart. Nëse ju dhe cili do tjetër e kapim përsëri, të gjithve do t'ju eliminojmë", tha Ivo Kotevski, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kotevski tha se grupi i armatosur është tërhequr, duke u lënë afat gjysmëore që edhe policët të linin pikën e kontrollit. Njëri nga policët, i cili nuk ka qenë i prangosur, ka liruar 3 kolegët e tij dhe të gjithë bashkë kanë zbritur drejt Kumanovës. Sipas Kotevskit, policët kanë dëgjuar krisma në ajër gjatë largimit të tyre, gjë që nënkupton se ata kanë qenë në vëzhgim nga distanca nga grupi i armatosur. Megjithatë, zëdhënësi i policisë nuk u përgjigj në pyetjen se kush e mban aktualisht kontrollin e pikës kufitare në fshatin Gushinc. Sipas tij, informatat nuk do të zbardhen për interes të hetimeve, pavarësisht se deri tani, nga ajo që Kotevski shprehu, policia ka ndërtuar dinamikën e ngjarjes, ndërkohë drejt fshatit malor të Gushincës janë nisur forca të shumta policore me automjete të blinduara.